Meqen e Matildën apo Matildën dhe Meqen nuk ka rëndësi se si renditen së bashku me të gjithë ju, kontribusit, dashamirësit, palca e Partisë Socialiste këtu, por edhe ata që përmes punës tuaj e përmes trokitjes derë më derë, ja janë bashkuar në tokë. Unë vi shumë krenare në faktu edhe si drejtuese politike e qarku Tiranës, sepse jam e bindur dhe besoj fort që ekipi ynë në Kavaj është nga ekipet më të mira që ne kemi në Republikën. Jo vetëm se ju këtu ngolem keni një vajzën tuaj, një gocën tuaj, si çdo thoshit ju, nuk po e them letare, e cila është në listën e sigurt të qarkut të Tiranës, pra është deputete dhe i do jetë përfaqësuese e kësaj zone dhe me sa e njoh Ilvën dhe sa shoh energjia e saj pozitive, po dhe dashamirësia për të qenë me shumë këmbë tokë dhe për t'u gjetur të gjithëve, do e gjej Ilvën në kuvendin e Shqipërisë me të njëjtën gatishmëri dhe me të njëjtin vokacion për t'i shërbyer të gjithëve. Pra kemi Edin, një djalë i ri, një djalë që nga Kavaja, me një familje me rënjë këtu, që ndoshta nuk ka patur eksperiencë politike më parë dhe nuk është nga ata që ngrihet dhe mban fjalime, por unë jam e sigurt që duke parë seriozitetin me cilin ai e ka marrë këtë fushat dhe dëshirën për të kontribuar për Partinë Socialiste, jam e sigurt që do jetë një vlerë shumë e shtuar në ekipin ton, jo vetëm si cilësi e tij dhe familjare, por edhe si votë. Një qershia për fund pura, Fandin që nuk ka nevojë t'ua prezantoj se është një personalitet i Partisë Socialiste, i cili për shumë dekada ka përfaqësuar Partinë Socialiste në shumë nivele drejtimi, deputet, ministër, kryeministër me radhë dhe është këtu së bashku me ne dhe së bashku me mua si kryetare e kuvendit për t'i dhënë Kavajës gjithë këtë përfaqësim në kuvendin e Shqipërisë. Që të qojmë të plot paketën e deputetëve në kuvendin. Jo, ne nuk e kemi të fituar, sepse deri në ditën e fundit, deri në minutën e fundit që mbyllet votimi në Kavaj, ne nuk duhet të neglizhojmë askënd, nuk duhet marrim askënd për të mirë qenë. Nuk duhet mendojmë se i kemi njerëzit në xhep, jo nuk i kemi, kundërshtarët tanë bëjnë këtë gabim dhe e kanë bërë këtë gabim në 9 palë zgjedhje rresht, ku kanë humbur dhe të jeni të sigurt që do humbin edhe në betejën e vjetë në Partinë Socialiste. Numri ynë është 5, po jemi në betejën tonë të 10 për fitore, për mandatin e 4, për Edi Ramën. Për ne, qeverisja dhe pushteti, si ai lokal, ashtu dhe ai qendror, nuk është qëllim në vetvete, por është një mjet për të realizuar qëllime më të larta, shkurt për të bërë punë. Në 2013, situata e Shqipërisë nuk ishte kjo që është sot. Dhe nuk kanë kaluar as 30, as 60 vite, as po flasim për periudhën e kohës zogut, po flasim për pak vite më parë ku njerëzit ende vriteshin në bulevard nëse protestonin kundër kryeministit. Hiqeshin nga puna pas asnjë lloj procedure. Askush nuk pyeste në administrat, a di, a punon, a je i aftë, as je i aftë, po hiqeshe nga puna se ishe i majt, e mbaheshe aty, edhe dru me pret ishe, si thoni ju, nëse ishe i partisë në pushtet. Po flasim vetëm për pak vite më parë, kur ne morëm qeverisjen e vendit, që financat ishin krejtësisht të rënuara, që borxhi publik i fshehur e kishte kaluar borxhin publik të njohur në financa publike. Po flasim kur rroga mesatare ishte 380 euro. Sot paga minimale është 400 euro dhe mesatarja është 890-900 dhe ne synojmë që brenda 2 vitesh ta çojmë 1200. Po flasim për një kohë
kur pagat e mësusve, infermierëve dhe mjekëve ishin lëmosh, nuk ishin pagë. Sot ne kemi gati 3 fishim të pagës në sektorin publik. Dhe kjo ka nxitur edhe rritjen e pagës në sektorin privat. Pa e ka shtyr ekonominë që të rrisë vetveten dhe të rrisë njëkohësisht edhe pagat. Ne po flasim që të ardhurat për frym ishin më pak se 3.000 euro për frym, dhe sot janë 10.000 dhe brenda 2 vitesh synojmë të çojmë 12.000. Sepse procesi i integrimit nuk është vetëm një flamur, nuk është një emër, nuk është një slogan, po është një realitet i ri, ekonomik, social, politik, shoqëror në të gjitha drejtimet. Kroacia dhe Polonia, për shembull, ku unë isha vetëm para pak javësh, në takime kryetarin e kuvendit, po më thoshin që vetëm në 2 vitet e para të antarësimit e kemi patur një 3 fishim, edhe të ardhurave, edhe të fondeve që marrim nga Bashkimi Evropian. Ne sot kemi çelur negociata për 2 grup kapituj, po brenda 15 prillit çelen 2 grup kapituj të tjerë dhe brenda 2025-s ne përmbyllim çeljen e kapitujve dhe deri në 2027 ne mbyllim procesin e integrimit. Po kjo nuk është hap kapituj, mbrëm kapituj, një gjë që s'ka lidhje me njerëzit. Kjo do të thotë që në vitin e parë, pra ti, për gjithë grup kapitujt që hap dhe mbyll, që do të thotë për bujqësinë, për drejtësinë, për sektorët e tjerë, infrastrukturën, konektivitetin, energjinë e gjithçka tjetër, paralelisht me mbritjen e këtyre standardeve, ti merr më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Vetëm para 2 javësh në seancën e fundit të kuvend, ne kaluam 2 marrëveshje që automatikisht i kalojnë Shqipërisë 65 milion euro në investime. Kjo do të thotë, studentët do kenë më shumë mundësi, të studiuar këtu ose jashtë, fermerët do kenë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian, se vendet e vogla dhe vendet që janë më modeste në të ardhurat dhe që i bashkohen Bashkimit Evropian marrin nga fondet e vendeve më të zhvilluara. Kjo është përparësia e Bashkimit Evropian. Do të thotë që si të studiosh këtu, si të studiosh jashtë, do kesh të njëjtën pasaport Bashkimit Evropian. Do të thotë që si të punosh këtu, si të punosh në tregun më të gjerë, ti ke të njëjtat të drejta ekonomike dhe të punës. Dhe do të thotë që Shqipëria shumë shpejt të mbyll përfundimisht rrugën e saj të daljes nga tranzicioni dhe në rrugën pa kthim të zhvillimit dhe të reformave. Do të thotë askush mos mundet më të kthejë mbrapsht reformën drejtësi, siç thonë ata. Sa të vim ne, do ta shkrim Spaku. Sikur Spaku është nga ai djathti që ka ta fusin në furrë e do ta shkrim. Po këta janë të shkrirë vetë. Këta nuk gren do të përtojnë. Të ngjizin diçka që ka vlerë për njerëzit për këtë vend. Ata nuk kanë zgjedhur akoma hallet brenda tyre. Kush ishte në listë? Kanë futur në listë të mbyllur të qarkut të Tiranës gjithë gardën e Sali Berishës në kuvend. Keni para po? Flamuri bodyguardi djathtas. Albana bodyguardja Majtas. Ky Paloka bodyguardi përpara, se çka edhe një tjetër aty nga mbrapa. Dhe kjo është lista e qarkut të Tiranës. Bën edhe primaret, te primaret i futën në gara, ata jo futën se kush deli pari te primare do jetë lista, edhe këtë kavajës që doli pari primaret e qarkut, se bun fare. Dhe me thënë drejtën ata fituan mirë keq në 2023 për fajet tona, për përçarjet tona, për muhabetet tona, jo po ky, jo po sedra ime, jo po sedra ti, jo po unë kam qenë këtu, se kur kam qenë unë i kam bledh, po jo, kështu dhe humbën. Dhe kush humbi? Nuk humbën ata, se të gjithë vazhdojnë punë të tyre, i kanë shumë mirë punën. Humbën socialistët. 500 veta janë hequr nga puna. Apo jo, është kështu apo jo? A kanë mbetur njerëzit kështu? A kanë mbetur kavaja e pa përfaqësuar në asnjë lloj niveli? Se sigurisht që dhe kur sfiton, s'ke përfaqësim politik, pastaj se s'dori Partia Socialiste të merret çdo herë tani apo si është kjo punë. Ky është shansi. Ekip më të mirë se ky, pa modesti fare, dhe do na kemi këtu në 4 vitet e ardhshme, se ne nuk kemi ardhur si jemi mësuar ashtu, ne jemi mësuar siç jemi këtu, që ku shkojmë
punojmë seriozisht, fitojmë, ndërtojmë, investojmë, qëndrojmë me njerëzit, për që këtu do na keni dhe jam e sigurt që nga sot e tutje edhe me fitoren që do marrim në 11 maj, se jam shumë besim plot të gjithë ju, ne do t'ja ngrem kokën kavajës dhe në qarkun e Tiranës do marrim nga rezultatet më të mira. Kavaja prap, ja ku është golemi, ja ku janë gjitha zonat tu që kërkojnë më shumë investime, patjetër. Klida e përmendi, investimet që janë bërë këtu nuk janë të pakta. Ne sa herë kemi pasur pushtetin lokal, kemi bërë punë shumë të mira në bashkëpunim me qeverinë, po e them këtë parë si rezervë. Punët i ka bërë sepse ka mbështetur Edi Rama, sepse ka mbështetur Partia Socialiste. Se le ta provojë një kryetar bashkie të bëjë një punë, nëse nuk ka mbështetjen e qeverisë. Aq mbledhin bashkitë, s'ka mundësi. Duhet të kesh vizionin, duhet të kesh projekte, duhet të kesh dije, duhet të kesh mbështetjen e Edi Ramës, mbështetjen e qeverisë, dhe po ju them që vëmendja që sot ka Kavaja dhe nga kryeministri në këtë fushat është shumë e madhe. Mos të lëm të humb kjo mundësi për Kavaja dhe mos të lëm të humb kjo mundësi për Shqipërinë për ta integruar një herë mirë në Bashkimin Evropian dhe kjo mund ta bëjë një parti serioze, është një parti e madhe, është një parti që ka program, është një parti që ka lider, është një parti që ka skuadër, është një parti që ka vizion për pushtetin lokal, vizion për pushtetin qendror. Nga 1 milion turistë në 2013, edhe nuk e dia ishin 1 milion, se përgjithsisht ishin vëllezërit Modra Tanion, Kosovë, jo migracion që vinin si turistë, sot janë 12 milion turistë, 11.7 edhe këta nuk ka rënë nga qielli. Këta vinë këtu se ka siguri, këta vinë se ka ndryshuar fytyra e Shqipërisë në të gjitha zonat urbane dhe rurale. Në fakt për zonat rurale kemi më shumë për të bërë, sidomos me projektet e reja për rihindjen rurale tani dhe fondet në agrikulturë dhe në bujqësi. Duhet të shtohen investimet, Shqipëria ka ndryshuar rrëjësisht edhe ekonomikisht, ka punë për të bërë ende se nuk jemi aty ku duhet. Ne do donim të ishim në standard të barabartë me vendet që janë antarë të Bashkimit Evropian prej 40 vitesh. Por që Shqipëria ka ecur më shpejt se çdo vend tjetër, nga fakti që është nisur nga shumë brapa. Nuk mos flasim për 35 vjet përpara, po qoftë edhe për 2013, ku nisëm ne. Unë mbaj mend në çdo takim ndërkombëtar, sa herë përmendej Shqipëria, çoheshin këmbë, jo, Shqipërinë mos ta diskutoni, thoshin, se s'merrni me Shqipërinë. Kishin paragjykime. Njerëzit tanë në Greqi, në Itali e dinë se çka kanë vuajtur nga paragjykimet që kishin për shqiptarët. Po sot është kështu? Nuk është kështu. Sot kemi një reputacion krejt tjetër. Në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Sigurimit, kudo ku Edi Rama dhe qeveria socialiste përfaqëson, ne përfaqësohemi me dignitet. Dhe jo e përmendi pak pandi në 15 maj vjen në Shqipëri Komuniteti Politik Evropian, që është praktikisht janë të gjithë liderët e Evropës dhe përtej, se janë edhe disa vende që nuk janë Bashkimi Evropian, Britania, Azerbajxhani e tjerë, vinë të gjithë liderët në Tiranë. Po pse kote organizojnë ata në Tiranë, se Shqipëria është në një periferi e humbur? Jo, sepse Shqipëria ka paktën 5 vite që organizon summitin e Bashkimit Evropian jashtë kufitëve të Bashkimit Evropian, është bërë në Tiranë, ku gjithë liderët ishin këtu e mbani mend para 2 vitesh. Jashtë Bashkimit Evropian, pse nuk e bëjnë Beograd? Pse nuk e bëjnë nuk e di në një vend tjetër? Po sepse Shqipëria sot, Tirana, është qendra rajonale e zhvillimit dhe sigurisë. Këtë e thonë të gjithë. Nëse vite më parë, qendra e Ballkanit imagjinohej Beogradi, sot ka ndryshuar dhe qendra është Tirana. Dhe Shqipëria është vendi që ecën më shpejt, më sigurt, drejt familjes evropiane dhe vendi te cili partnerët tanë kanë më shumë besim. Mos ta lëm ta humbim këtë mundësi për ato listën e tyre që s'po e përmendim, për atë moçal, për atë kënet, ku nuk flitet një herë për këtë vend as në parlament, se unë e di si duroj aty lart, kur flasim, por e kam detyrë funksionale të duroj, dhe ta njerëz që flasin vetëm o për hallet e tyre, o të mbrojnë liderin nga drejtësia, o sepse do kanë hall mos përfundojnë në burg, e të tjera e të tjera. Pra ajo listë është bunkeri i tyre për humbje, jo garancia e tyre për fitore. Kurse ne kemi bërë një listë të fituesve.
dhe që do jemi fitues edhe më shumë, edhe më fort se 2021, kjo nuk diskutohet. Po të fitojmë me ngoleme nga hajtë. Shumë falenderoj shumë për gjithë punën tuaj. Të gjithë njerëzve tori mos rrehen edhe nga ato listat, jo vjen njëri dëgjoj se unë vërtet jam listën e Sali Berishës. Po kur të dalun deputet, do shkoj te Edi Rama, jo nuk kemi nevojë për këta lloj fare. Deputetësh zero, ne nuk trafikojmë as influenca, as muhabete, sepse nga lista e Partisë Demokratike nuk ka shans asnjë të dalë deputet, përveç listës së blu. Se aq deputet. Fiks, ne kemi legën tonë. Mos të jeni kushtuar toni, dëgjoj. Nuk e di se si e humbe mendjen ti, e se si u hutove, e se si përfundove në listën e Gogolit. Po s'kemi ndërmend, vim pas teje. O me Edi Ramën, o kundër Edi Ramës këtë radhë. Dhe ne jemi gjithë me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste, me listën e Socialiste, edhe forca deri në maj, me diasporën, me njerëzitarë, me regjistrimin, me Facebookin dhe këto. Mos neglizhoni diasporën, ata që kemi regjistruar, ta çojnë atë vot në postë se është shumë e rëndësishme. Fitore. Edhe e di shumë mirë se çka ka bëj Edi Rama për turizmin shqiptar. Që e ke çdo ditë në mbreti gjermane. Çdo ditë vinë avionat me turista. Nga është numër 1 që njerëzit nuk e menojnë. Edhe e japën, ne duhet t'i bëjmë edhe demokratët të votojnë me ne gjithë. Unë nuk kam po kishin lanë me gjithë zemër do t'a jetë. Pse? Sa është zhvillimi. Unë e shikoj me sy tjetër nga jashtë. Fatkeqësisht ju nuk njihni, po unë këto që ndodhen aty i shikojnë për ditë televizor dhe për media. Do t'jap një shembull për Elisën, hera para që njihemi, po do shihemi, do t'a tregoj me Shkodrën. Shkodrët janë gjithë demokratë, edhe ja dhanë votat tyre zotrive. Po ndryshon çdo gjë, po rritet dera e pronit, që është më kryesorja, që këto në çdo miting duhet ta ngrejnë. Tash ta çojnë poshtë, tash isin sot ban 50.000 euro, tash isin me 30 shpinë, jo. Sa më shumë më mirë është. Atëherë votoni gjithë për atë që ecën përpara. Për ato njerëz që punojnë. I ka punën më mirë. Kush nuk punon edhe një vërejt e kishe për kravajën këtu që të bëjnë çmos të pastrojnë plerat. Dhe është numër 1. Në kam shpinë aty, kam folë dhe me këtë zotrin, më vjen zor të pi turistët se do më shohin plerat këtë dritare. Ashtë turp, ti heqim, punojnë gjithë pa lek. Një javë ti heqim me lopata. Ashtë këtyra jonë, ne i duk turistët, ama duhet edhe vetë me u aktivizu, se nuk vinë çdo gjë. Gjitha e punë e madhe që po bëjmë qeveria. Ku ke pa në i kryeministër të vinë Tiranë, aty në mes Berlinit dhe të merret për të pru turista këtu ke neve. O gjigant vllai. Çfarë mirë. Edhe prapë i qoftë. Nuk kam gjë, asë njoh personalisht, asë janin ato që janë qeveri, po unë shikoj punën, fjallën e mirë. Nuk në shqeqim me sy, fjallë e vërtet. Në nëzishën anash a ne, kur hymë për pasaportë, edhe pse kam Gjermanë e thotë t'ilë të matanë, se të ikish për Shqipërinë. Jo Allah, gjithë punojmë, t'ikim atje si gjithë tjere. Edhe rrogat rritët, edhe mirëqenja rritët, edhe turistët vinë të kënaqin këtu, t'jemi gjithë të rregull.